muslimanëve, ose spaku t'i kuptojnë muslimanët, sidomos katolikët, që nuk besojnë se Tevrati është i vërtetë. Barma ata me kanë me musliman mirë, po ja, pse i urrejnë me të madhe muslimant, ma mirë bëhen me çifutët bashkë se sa që bëhen me muslimant, ashtu sikur se ka treguar Allahu në Kur'an se ata, domethënë, kanë qef që këtë njerëzit bëhen qafira nga zilia edhe urrejtja që kanë ndaj besimtarëve. Mendoj që deri dikun u qartësua në përkraja e krishterëve të çifutëve. Tash është një element tjetër, qëllimi i rendit të ri ndërkombëtar, ose me thonë lidhja mes rendit të ri ndërkombëtar dhe qeverisë së Mesihut Dejjal. Se pashohet pyetja çka do të jetë fundi i njerëzve mas ardhes së Mesihut. Të gjithë janë të pajtimit se pas britjes së Mesihut dhe shkatërimit të ardhmëve, njerëzimi do të ketë vetëm një qeveri. Nuk do të ketë më shtetë, nuk do të ketë popull, nuk do të ketë më ushtri, nuk do të ketë armatim, një qeveri. Andaj, edhe paqja do të kaplon anë mban botën. Ashtu që nuk do të ketë më luftra. Bile bota atëherë nuk do të ketë për nevojë për ushtri dhe për armatim. Kjo është edhe një atë tjetër, domethënë ose një shikim tjetër i rendit të ri ndërkombëtar. Ku shkon edhe çka synon. Këtë e përgëzojnë parashkimet e feve. Atëherë, pse mos të jetë kjo një shans për shpëzuesit? E masi i thonë tash politikanët, masi ka më ndodhur në qeveri. Atëherë pse na mos ta shfrytëzojmë këtë situatë në favorin ton? Politikanët. Qofshin ato diplomat e politikës të krishterë ose gjenit e kamatave prej nipave të Rothschildit. Do mund të shfrytëzojmë në situatë. Mos e kam qenë një shtet, atëherë që më unaj që kam mësunduar. Sikur se thonë ata kanë bashkëpunuar me dreqin, vetëm se jam unë kryesori. E të piktime domon parashkimeve të feve nisën dikush për politikanëve dhe bën aleanca pasaj për të kanë ai në krye të pushtetit. A nuk është kjo një shans e madhe në thojza si që thonte Nixoni për të asgjësuar mendimin e një qeverie e cila do të sundonte dhe Amerikën, e cila sundon Amerikën, domosë tash bazë vetare që ka një qeveri ka me pas bot. Tot Nixoni, a nuk është kjo shans që na me shfryzu që me largu këtë mendim, mos marr dikush që me na sundune, por me kon na ata që kena me sundu domethën mbar botën. Dhe shfrytëzimi i disa aparate ndërkombëtare për shkatrimin e forcës arabe, ushtarake sidomos, se të cilat pas një koha mundet të binë në duart e fundamentalistëve islamik. Për shembull Iraki ka forcë ushtarake, Siria ka forcë ushtarake, Egjipti ka forcë ushtarake. E tani për një mate janë sot në shërbetorët, në duart e shërbetorëve të perëndimit, ama nesër të eduku popullin islam, të marrë vesh islamin, ato ajamet i vendur të muslimanëve. Thot, atë na duhet të shfrytëzojmë maksimalisht aparatën ndërkombëtare që me paksu edhe më thon armatimin e muslimanëve. Andaj e bën luftën Irakun me Iranin, pastaj e bën luftën Irakun domethën me Kuwaitin, ku faktikisht Iraku me perëndimin lufton, edhe kështu i krijon domethën shteteve kriza për të paksuar forcën ushtarake, se pas një kohë ka muslimanë ndër të muslimanëve fundamentalisht sipas tij, atëherë kanë pas rrezik. Thot kjo është shans për Amerikën, sepse kur Bushi ose secili kryetar amerikan harxhon pasuri të mëdha dhe njerëz për të realizuar një interes të përbashkët mes tyre dhe çifutëve, ai mëdhëmos duhet të ngrit flamurin se vetëm amerikan duhet ta sundojnë botën. Kurse kjo godinë e madhe mbi të cilën qëndron ai është rëshqitse, dhe në vend ku rëshqasin fëminorët çifut. Andaj ati u intereson sa më e madhe, me kom më mirë, të më shumë lohatën dhe rëshqasin. Amerika për çifut i ngjan në vendit ku rëshqasin ata. E sa më e madhe me kon ky vend, çash më mirë është, më shumë kënaqën këta fëmijë, domthonë jehudit. Pra sa më fort me kon Amerika sa ata pet indirekt ata sundojnë edhe. Edhe realizohet ai qeveria e vetme në botë. Në këtë mënyrë përputhet aspirata personale ose parcialke me ëndrrën e vjetër çifute. Edhe pse ndodh që secili ta shfrytëzon njëri tjetrin, sikur thot Allahu në Kur'an, Rabbena, gjent edhe njerëzit kur do të vinë para Allahut, do thot Rabbena istamta ba'duna bi ba'd, o Zot, i kemi shfrytëzuar njëri tjetrin. Domthonë edhe këtë rast në amerikanët dhe çifutët ka mundësi secili me shfrytëzu tjetrin. Kryesori qëllimi është se mundohet secili prej aty me atë me ndihmën e tjetrit për me kon i vetmi në piedestalin e sundimit.
Secila palë e tyre shfrytëzon rrymën fundamentaliste konservative duke pasur parasysh forcën e tyre që e kanë në popull. Duke mbështetur në këto fakte, do të paraqesim mundin e atyre që mundohen të zbatojnë premtimin e rrënjshëm, paraqitje përshkruese dhe statistikore, në bazë të cilas do të paraqesim pastaj synimet dhe rrugëdalën për këtyre problemeve që i kemi na si musliman. Mi vjeçi edhe Halmegjdoni, thamë na se sipas parashikimeve domethënë biblike, kur të bëhet 1000 vjet, do të më ndodh kiameti. Ose do të më ndodh kjo betejë e madhe e cila quhet Halmegjdon. Unë e lipa në Bibël, ky ema nuk u gjend ka aty, mirë po ndoshta se mundet me qenë shprehje e ndryshme. Me po shprehje tjetër, në arabisht unë se e lexoj Halmegjdon. E lipa në Bibël, nuk është titull të ngjashëm. Pak më parë treguam se të krishterët besojnë se Mesiu do të kthehet pas 1000 vjet. Pastaj do të sundojë 1000 vjet tjera. Në këtë besim i mbështetën shpresat dhe shikimet e tyre në vitin 1000 sipas Krishtit. Mirë, për në atë vit nuk zbriti Mesiu. Andaj kjo ide u harua dhe u largu prej njerëzve. Mirë, po mbeti akoma në ëndër. Me fillimin e shekullit 19, filluan të lindin sërish këto pretendime, duke thënë se nëse nuk zbret Mesiu në fillim të shekullit 20, do të zbret në fundin e shekullit 20, sikur se u prit këtë domethënë, që tash. Mirë po, andaj na duhet patjetër të përgatisim vendin për me prit atë, duke mbledhur izraelitët në tokën e Palestinës, ku do të bëhet betejë e madhe dhe vendimtare, betejë e Halmegjdonit, ose lugina, sikur se thash, e Mejdiunve, që është një luginë e vogël në Palestinë. Ata thonë se kjo betejë që do të bëhet në këtë vend, do të grumbullohen ushtritë të mëdha, saqë sipas disave 400 milion ushtarë do të ketë. Sipas dysave, ai nxajve na si nxaj çash njerëzi, është kjo është meselë tjetër, mirë po ata thonë që do të ketë shumë ushtarë. Andaj Chris Halsell, në përfundim të librit të saj, thotë: pasi që ata janë të bindur se Halmegjdoni do të jetë luftë bërthamore, kështu e parashojnë se sipas citateve të Biblës, sidomos të ëndrës së Gjonit, atë shkruan se do të ketë një deti e cila do të jetë me zjarr edhe sulfur. E që këtë domethënë termin deti me zjarr dhe sulfur, ata thënë që do të më konë domethënë luftë bërthamore. Pas që ata të bindur se Halmegjdoni do të jetë luftë bërthamore, nga e cila nuk mundet të iket, sepse është përcaktim hyjnor, shumë evangelist që besojnë në përgatitje e kanë detyruar vetveten të ecin me Izraelin, sepse tash jo pse i dojnë jehudit evangelistat, po sepse kjo është mënyra e drejtë për drejt që i shpihen jehudit me një holokaust më të egër edhe më të madh se sa ka pas mundësi me mendu Hitleri. Se do më fakish katastrofë kanë më bo. 400 milion njerëz do të ketë, domethënë. Edhe deti i zjarit edhe i sulfit do kesh bomba atomike, edhe më mirë me mbledh më një muj jehudive më artu që ku shkatërrohen holokausti i Hitlerit është kunisen, përballë sa që pra ata të më mirë të ndihmojnë që ta shpëtojnë atë procesin e shkatrimit të tyre. Këtë besim e kanë shumë njerëz në Amerikë, duke filluar nga kryetarët e detit e masë e thjeshtë. Janë shkruar shumë libra që flasin mbi këtë paralajmërim dhe janë pranuar më të madhe nga masa e thjeshtë në Amerikë. Janë shkruar shumë libra për përfundimin e botës. Edhe njerëzit me qef i kanë lexuar, janë shit, janë bërë bestsellera në Amerikë. Do të përmendim dy librat kryesorë. Edhe atë libri i parë Drama e kohës së fundit, autor është Uthal Luberts, edhe libri i dytë është Fundi i Ruzillit të Madh Toksor, autor është një farë Lenzi. Që të dy librat e përshkruajnë në formë dramatike dhe emocionale përfundimin e afërt të botës, rënimin e civilizimeve dhe shkatërimin e ushtrive në betejën e Halmegjdonit. Që të dy këta analizë, domethënë ose shkrimtar, e parashojnë se fundi i botës ka marrë me këtë betejën e Halmegjdonit. Domethënë, a pse sa është pjesëmarrëse feja në jetën e tyre? Nuk ka element ku nuk bjen feja në shesh. Bilem në shohën pjesën tjetër ku do dalim me folë shohim se shata mediumet mëdhaja i ka kisha në dorë, i ka popi në dorë në Amerikë. Bile njëri prej tyre thot, nuk duhet të mendojmë për borxhet e jashtme të Amerikës, ose ngritjen e tatimeve, ose për të ardhmen e gjeneratave të ardhshme. Pse? Se për disa vite këtë bota do të shkatërrohet. Shumë shpejt e kanë pa domethënë ata se ka marrë fundi i botës. Ky besim
u ngrit edhe më tepër në luftën e Xhirit dhe u shpeshtua biseda për të, saqë disa njerëz besojnë se lufta e Xhirit persik është Helmechduni dhe shumë do të saj komentojnë në përputhje me ëndrrën e Gjonit, domethënë të asaj betejë. Ky besim u ngrit, ata besojnë se fundi i betejës do të jetë fitore e